por sikur se e shikon, unë jam e ndekja. Prandaj di më shumë se ata. Po të kishin zbritur me të vërtetë në betejë kundër Rogerit, nuk do të flisni keq për të. Më beso. Ke për ta parë, unë do të bëjmë Ti si do të sillesh po të ishe i biri i Rogerit? Ta dëgjojmë. E po, se di, me siguri s'do ta kisha të lehtë jetën. Si të zgjedh të eci drejt apo të bëhem një pirat i madh, nami i babait tim do të më ndiqte mua kudo që të shkoja. Dhe sa do që të mundohem, nuk lirohem dot kurrë. Sidoqoftë, nuk do të ndiqja gjurmët e babait. Duhet patjetër që të ndryshoja rrugën. Pra duhet ja kaloja që të mos më shtypte më fama e tij. Çfarë do të thuash si shtypur? Unë ai që do ta humb. Por fitova unë. Mirë, ti fitove. Bësh çfarë të duash me mua. Shumë mirë. Ti dhe miqtë tu do të vini me mua. Këtë kërkoj unë nga ju. Forca more kërmin. Shiko Ace, është një rrugë e vogël e ngushtë, nuk e dija që ekzistonte. Ej, forca dje ma lëvizni. Pra shpejt. A do të lëvizni, po jo? Raber, pa na thuaj pak, çfarë është gjithë ky gëzim? Është vetëm një surprizë. Nuk mund ta besoj. Një anije. A nuk është e mrekullueshme? Është një anije vërtet pirate. Një anije pirate? Pra, kjo është arsye përse plagu të vë të presësh dru. Nuk mund të ndërtoj i vetëm. Do të ishte një gjë shumë e vështirë. Por nëse ju më ndihmoni, do të mund ta mbarojmë për një kohë të shkurtër këtë. Si? E përse duhet të ndihmojmë? The se mund të bëj me ty atë që dua, apo jo? Por ka thënë ai, jo, unë nuk hyj fare këtu. Sigurisht që ke, je miku i tij. Më fute në një telash të madh, faleminderi. E inaguri, shiko, jemi shumë të ngarkuar me ndjekjen e tigrit gjigant. Nëse më ndihmoni, do t'ju mësoj se si ta kapni atë kafsh. Ashtu? E po atëherë edhe mund të bëhet. Më shua një kurreshtje. Çfarë do të bësh kur të mbarosh anijen? Do të dalë det.